dëshiren tem, unë e Albin Kurtin edhe të tjerë që kisha taku kur. Në diçka me thonë, Albin Kurti edhe Vjosa Osmani nuk ju mprish me zvete kur BE-ja ka vendosur sanksione ndaj Kosovës. Ishin 3 raste nëse nuk ka bëjë, dhe më thonë, kur nuk formohet qeveria, kur kuvendi e shpërndan vetën dhe kur shtiret ky 60 ditë që e përmendëm. Ama na nuk kemi të asnjëna prej aty në situatave. Kurti ka një problem se thot çast shumë pavërteta që mendoj që i bojnë dëm shëndetit mendor ti se do të mëjt me krejt ato problem. Kur fol kështu pa bazu, o problemi mëjt me krejt ato. Të gjithë 120 deputetët e kuvendit duhet të ndjehen të obliguar sipas kushtetutës të marrin pjesë në seancat plenare të kuvendit dhe të përkrajnë procedurat që parashihen aty. Por mbi të gjitha, një obligim vis-a-vis për njerëzit e Kosovës që i zgjodhen ata. Në situatën që gjendemi, e kemi kurthu veten si shtet, si shoqëni, dhe kjo përmes disa normave juridike, të cilat interpretohen në një kamp ndryshe e në tjetrën ndryshe. Për me gjetë një rrugë dalje, na duhet me gjetë një shteg. Prandaj sot emisioni jam madje i pari, edhe shpresoj në shumë epizodat të tjerë, quhet shteg sepse na duhet një shteg dalje. Nuk na duhet veç një shteg dalje prej normave dhe interpretimeve kushtetuese dhe normave tjera ligjore, na duhet një shteg dalje si shoqëni mbi disa parime që na i ndërtojmë së bashku. Dhe madje i respektojmë ato, sepse kjo është më e rëndësishme. Profa Përparim Gruda dhe deputeti nga radhët e PDK-s, sot është i ftuar jam i parë, edhe dina shumë i nderuar prof që ki gjetë kohën edhe hapësirën me ardhë në emisionin tonë të parë. Ishtë një situatë këgja dinamike, e papritshme, nuk e dija me thonë, ama kaq e papritshme për me na doli diçka jashtë kontrollit. Dhe e mendova që për me gjetë një shteg të paktën të interpretimit, se e kam një bindje që qytetarët janë konfuz me atë që po ndodh, thash me nisë në shtegun vetë, dhe kurdo që bashkohet në këtë shteg, mujmë me qelë edhe horizonte të reja të interpretimit dhe jo vetëm, madje edhe të veprimit, me thonë politik mrana kësaj shoqënie. Faleminderit shumë prof që gjeti komo. Dibram, faleminderit ty për ftesën, kënaqësi me qenë në emisionin e ju të parë, uroj të keni sukses edhe për shumë emisione tjera, po më pëlqen emri, me gjetë një shteg vërtet kemi nevojë në këtë moment, kështu që faleminderit shumë. Faleminderit shumë prof. Unë tashme që nuk jemi në atë dinamikën e formateve që të paktën ju jeni mësuar me pa mu. Shpresoj që edhe unë kam e mujt me lundru e me navigumra në kësaj dinamike të re. E kom një përshtypje tash që mos me fol shumë në vetën e pare për vetën, po që edhe platforma e re, edhe shtegu ka me nëzit një lloj mendimi kritik, edhe një lloj horizonti, me nëqel një lloj horizonti të ri për ata që na shikojnë e dëgjojnë, sepse kam përshtypjen që dinamika e formateve tjera ku marr pjesë vetëm ju e dini, është një lloj dinamike që jo rrallë herë na jep, si më thonë, shtigje që i qelim edhe i shohim në mënyrën e plot, madje interpretimet tona nga njerë hynë në vorbullën e një diskutimi ma tash për ma të vrash, po sot s'na pengon kërkush, dhe që kemi mundësi shlirë me shtru biseden. Për diskutimet e mia edhe hulumtimet e leximet e mia që kanë të bëjnë kryesisht me fushën e filozofisë, na e kemi, se mos atëherë në vitin e parë, kur kishim literaturën, si më thonë, bazë të filozofisë, është antikiteti, prej para Sokratikëve, manej Sokrati, Platoni e Aristoteli. Mu më kalon për shtypje shumë një lloj ngjizje e konceptit mbi ligjet. Më thonë, mbi normativën ose mbi rregullimin e një rendi shoqëror. Edhe për shtypja ma e madhe që e kom fitu prej rrëfimeve, dialogjeve të Sokratit që i ka shkruar Platoni, është e vepra Kritoni, madje në Shqip është një botim i rilindjes, mbrojtja e Sokratit, Kritoni dhe Fedoni, janë të përmbledhur në 3 veprat, po është këgja në rrjedhë, si me thonë se tek mbrojtja e Sokratit parashtrohen
akuzat që rëndojnë mbi Sokratin në 399 vjet, 400 vjet para erës tonë. Edhe akuzat janë shumë interesant që rëndojnë mbi Sokratin. Janë akuzat që ai nuk po beson në Perëndit që beson shteti dhe po jep disa leksione apo disa predikime që edhe po e korruptojnë rinin, në kuptimin që po e korruptojnë shpirtnisht. Dhe mas gjykimit, edhe përmes ironisë së tij Sokrati, më thonë në një formë ose tjetër, lëbën kundër vetës edhe dënohet me vdekje për me pi helmin. Biseda ma interesante ndoshta tek edhe kjo që i gjendemi na sot, që ndodh tek dialogjet e veprës Kritoni, është kur Kritoni e viziton në njënën prej ditëve Sokratin në burg, para se me u marrë, si me thonë, dënimi i Sokratit, para se me ndodh, dhe pirja e helmit, edhe i thot Kritoni Sokratit që ta kemi përgatit terrenin për me u largu, për me u aratis për Athinës. Thot jemi korruptu rojet, anijen e kemi gati edhe mundem shku. Edhe Sokrati ja kthen në mënyrë goxha kështu direkte, po normal përmes ironisë së tij edhe majautikës janë dy metodat si ai ka bë dialogje. Edhe i thot fillimisht Kritonit thot që a nuk janë ligjet ato, ligjet e këtij shteti, ato që ma kanë mundësu me u zhvillu, me u formësu mbrana kësaj republike, a nuk janë ligjet e këtij shteti ato që më kanë mundësu me i rrit fëmijët mbrana kësaj republike e tjera, dhe mbi normat që i ka kriju vetë shteti. Dhe Kritoni i përgjigjet që po, e tjera, vazhdon diskutimi, thot e qysh me u kthyun kundër ligjeve që kanë qenë në dobi tamën ton jetën. Dhe për te kësaj, e thot paramendë situatën kur unë shkoj në një vend tjetër. Qa kanë me mendu qytetarët e asaj republike tjetër, kur unë shkoj si shkelës i ligjeve të vendit ta. Thonë që kjo është përmbledh azise me gjasë edhe e zgjata, po pyetja në shka fillesare është, a i respektojmë na ligjet e vendit tonë, dhe mbi masën e interpretimeve të shumta që jemi fut, se cila palë thot që i respektojnë ligjet, po në mënyrën e vetë. Ama nuk mundën dy palët me qenë në kontradikt me nëna tjetrën dhe të dyat mi respektu të njëjtin ligj, po supozojt, se mandej vim besoj të ligjet konkrete. Tigran, faleminderit shumë. Unë po e thëm 2-3 fjali me reflektu mbi ato që them bisedën e Kritonit me Sokratin. Unë ligjëre drejt kushtetuese, po kemi pas bërë në fakultet në program Landën e filozofisë së drejtës, e ka një 5-6 vjet që po ashtu e mbojmë karo me lexu vit mas viti dialogun nuk po i me komentu se e komentove të thelbën e dialogut, po masandej është një vepër në antikitet, quhet tragedia e Antigonës, ku diskutohet nëse mund të shtrohet pyetja a ka ligje drejta ose të pa drejta. Kur vritën vëllezërit e Antigonës sipas veprës, edhe mbreti jep urdhër që të mos varrosen. Në antikitet ka qenë zakoni që nëse është thonë personi nuk varros, pra lihet kufoma në hapësirë, shpirti siç është thonë aty në vepër, shpirti i personit në gjitha ndedhe nuk gjen paqe kur, pa u varros. E tash Antigona bën një debat me mbretin, i thotë që dush me mleju me i varros, sepse është ligji i Zotit, me i varros njerëzit. Ligji i Zotit është më i fortë, thotë se sa dekreti yt mos me varros. Këtë është diskutimi i parë i njerëzimit mbi ato se a është një ligj i drejtë apo pa drejtë dhe kur është i drejtë. Kështu që pajtohem që ato që ka thënë Sokrati që modeli që s'don me dhon për me ik, po debatin shoqëni për ligjet e drejta pa drejta është thelpsor. Se na kemi qenë në Jugosllavi qeverisur prej ligjeve të Miloševićit, po ai s'ka në kuptu që mos me thyej ato ligje. Mu kthy tash tek respektimi i ligjit në Kosovë, kjo varet tradita ka rëndësi thelpsore në gjitha studimet të llojeve të drejtë shkretuese të filozofisë së drejtës. Tradita ka shumë rëndësi. Nëse s'ke tradit, normalisht si për çdo fushë tjetër të jetës, na e kemi pas një fat, edhe për mbylli për këtë pjesën e parë, nështë mos me ta marr kohën shumë, na kemi pas një fat. Procesi i ndërtimit të shtetit të Kosovës ka qenë proces i bashkëdyzuar, i koordinuar me bashkësinë ndërkombëtare. Hartimi i kushtetutës është bën nga ndërkombëtarët. Hartimi i shumicës ligjeve është bën nga ndërkombëtarët. Kemi pas pavarësinë e mbikëqyrur për 4 vite. Vilon bëj kësha ka njerë i thëm kur shoh shkeljet kushtetutës se sillet institucioneve sot, thëm kish pasur këtë pavarësinë e mbikëqyrur me zot një 20 vjet, se deri në 2012 kur kena pas pavarësinë mbikëqyrur nuk i ka shku mendja një politikanit
me shkel kushtetutën ose mës me respektu. Jo dini për presidenti Sejdiu ka dhënë më një herë dorëheqje mas vendimit të gjykatës kushtetuese për që ka konstatuar shkelje të kushtetutës. Këto obstruksionet kanë filluar viteve të fundit dhe besoj kena rast me diskutu. Po, patjetër. Faleminderit prof, nështë kjo si fillim me relaksu pak atë gjuhën e juridike që është pak ma strikte, mandej shpresojmë që edhe shikust me kriju një perceptim ndoshta ma të thjeshtum mbi ato që pak a shumë muj me diskutu sot. Unë diskutimin e sotshëm më mundova me ndonë në 3 ose 4 çështje thelbësore, po këto nuk janë shumë fikse, besoj kalojnë për to, ama ja u thash edhe në fillim, mu ka dogë që qytetarët, sidomos në situatën që gjendemi së fundmi, qytetarët e Kosovës, edhe prej thirrjeve, mesazheve që i pranojmë, nuk e kanë fare të qartë çka ashtu ndodh. Sepse bindja jam është që me gjithë sagën e vitit 2025 dhe blokadave që u krijun, një lloj ndjesie e votuesit përtej atyne që na veç se i kemi shtjerë në diskutime faktorë që kanë ndiku për marrë 51%, po besoj një lloj ndjesie e votuesit ose elektoratit ka qenë me shku me të sigurtën dhe stabilitetin, dhe jo krizën. Dhe kjo ka qenë 51%. Dhe një lloj apelimi, nëse jo në mënyrë direkte, një lloj apelimi i nënkuptueshëm i lëvizjes vetëvendosje ka qenë që na veç me 51% jemi të sigurt si shtet dhe si shoqëni, sepse kemi institucione, pra kuvendin që nuk e patëm deri vonë vitin 2025, kemi qeveri që po ashtu nuk e patëm pothuajse fare në vitin 2025 dhe e nënkuptueshme ka qenë që do kemi edhe president apo presidentet, pra një lloj konstituimi të gjitha institucioneve. Kështu që në atë që po ndodh tash, po besoj unë që nuk ka shumë qartësi mbi shkaqet, fenomenet, prej ka po vjen kjo krizë, pse kjo krizë e panevojshme ashtu me radhë. Dhe u mundova profi në disa çështje që ndodhen së fundmi për me kriju një kronologji të shkurtë. E para, me lidhun me amandamentimin e kushtetutës, kur flitet për zgjedhjen e presidentit, dhe e pam një lloj manovre që edhe për shumicën prej neve që i përcjellim zhvillimet politike edhe qytetarët po e marr përsipër me u fut në atë perceptim, është një lloj manovre e panevojshme, madje me doza kështu të hajgarës që u bë na them gjysmë 12, dhe ajo gati për mend gjysmë 12, shumë vonë. Po ju i patë disa argumente që në një pjesë të popullatës, si më thonë, ishin duke u perceptu ndoshta, ose duke u pa që çfarë të keqe ka me u zgjedh presidenti për popullit. Domethënë, pse me pas një lloj frike që me amandamentu kushtetutën edhe presidenti me u zgjedh për popullit, se madje në situatat që po na prodhohen përmes krizave të pafundme ose krizave që po i shkaktojmë, është njëna edhe kjo është njëna prej tyne, madje goxha shpesh kemi has në këtë barrierën e zgjedhjes së presidentit apo presidentes edhe kemi shkaktu kriza. Çka ka të keqe me u zgjedh presidenti për popullit? Jo, nuk ka as pak të keqe, as nuk kemi qenë kundër që presidenti mu zgjedh prej popullit. Bile këto amandamente i branin propozuar për deputetëve të PDK-s në vitin 2011. Edhe kanë shku masanë në gjykatës. Ne atë ditë kishim kritik për formën. E tash po shpjegoj shkurt pse. Procesi i amandamentimit të Kushtetutës së Kosovës është ky, po them shkurt, që 1/4 e deputetëve qeveria ose presidenti i propozon amandamentet, ato amandamente shkojnë në seancë, veç mu konfirmu, jam u votu që janë në rregull, edhe qohen gjykatë kushtetuese para votimit për kontroll, që quhet kontrolli paraprak kushtetutshmërisë së amendamenteve, që kanë pak vende, kena 92-3 vende në Evropë, se vende tjera kanë më pastajmë. Na kemi para votimit quhen gjykatë, edhe gjykata kontrollon nëse amendamentet paksojnë drejtat e njeriut, shkelin frymën e kushtetutës edhe vlerat që mbron kushtetuta. S'mush me bë amendament për shembull me bë Kosovën monarki. S'mush me bë me pas shumicë, s'mund e bën ato. Quhen në teori normat e pa amendamentueshme kushtetuese ose normat e përjetshme kushtetuese. Ai koncept quhet constitutional amendments. Amendamentet kushtetuese jo kushtetuese. Domethënë, nuk mund të bëj amendamente që ndalume me u bë. Ka ndryshime që ndalume. Tash çka ka ndodhur? Në 2019 i bë amendamentet, kanë shkuar në gjykatë kushtetuese,
kanë kalu, ju njek disa pjesë problematike edhe kanë ardhur në kuvend. Mas 14 vjetëve, prej 2012 kur ka vendosur gjykata, presidenti i ka marrë këto amandamente dhe na i ka pru neve. Mas pori s'ka drejt me na i pru neve ajo, se na i marrin prej gjykatës. Se nuk është amandament i ri, është çajsh 2011. Procesi i parë. E dyta, rregullorja thotë qartë që kuvendi mblidhet edhe i miraton 2 javë mas i vijnë prej gjykatës. Qartë asaj. Unë thash në kuvend, 2 javë. Rregulloria publike në 87 thotë 2 javë mas i vijnë. 2 javë nuk bëhen 14 vjet. S'ka interpretim, dyshin s'u interpreton kurrë ndryshe. E para, tjetra, si proces nuk s'ka logjik me marrë amandamente pa 14 vjetëve se në momentin kur i ka kontrollu gjykata, Kushtetuta e Kosovës se ka pas asnjë amandament. Prej atëherë ju kanë bërë 26 amandamente. Domethënë, teksti me të cilin u kontrollu përputhshmëria, Kushtetuta e 2019 nuk është ajo e njëjta. E kanë ndrru për pavarësinë mbikëqyrje, kanë ndrru për gjykatë speciale, kanë ndrru për bërjen e këshillit gjyqësor, për plot tjera. Dhe tash duhet me quhet edhe një herë amandamentet me pru. Plus jurisprudenca e gjykatës kushtetuese ka ndryshuar mënyrën që shohim na Kushtetutën. Për shembull, përpara ke pas drejt me bë pyetje kushtetuese, sot s'ki drejt. Pra plot koncepte kanë evolu. Ajo që quhet në teori si living constitutionalism, do të thonë konstitucionalizmi që jeton me kohën, që doktrina amerikane që thotë teksti bazi Kushtetutës amerikane nuk shërben sot kur gjë, nëse se interpreton përputhje me rrethonat. Artues të Kushtetutës amerikane kanë thonë në letrat e federalistit, çdo gjenerat ka drejtën e saj me pas bot kuptimet e veta mbi Kushtetutën. Prandaj kjo ishte komplet jo kushtetuese, ju e patën sfidova kryetarin e kuvendit. Kallzom ti më pse 2 javë po të bëhen 14 vjet. Edhe që po se thirrën në seancë. Mbi çfarë se po të ndërpres, po besoj është. Edhe një argument veç edhe mbi çfarë normative e sollin në kuvend? Mbi jasni normativ. Mbi totalisht e kishim mbledh një komision në legislacionit, unë jam kryetari i komisionit këtë mandat, edhe ishin ardhur bëshin qendrime politike. Ka dhe një nen rregullore që thotë, çështjet që janë ngritur në legislaturë tjetër nuk mund të sillen në legislaturën e re. A kjo është ngritur në legislaturën e vitit 2011, para 14 vjetëve. Plus procesi, Dibran. Ti e merr me ndru aktin themelor shtetit, edhe aty që ka ndodhur absurdi, në ora 20 ka filluar seanca, 20:30 na u kanë dërguar amandamentet. Kur i lexojmë në amandamentet? Kryetaria e kuvendit në mënyrë absurde tha, "Çfarë tu thaj keni lexoni?" Por ti ftesë për dorë me ta pru, të vim paku me lexu me këshyra agjendën a mund shkon ajo. Jo amandamentet që dush më marr me studiu, se ti mush amandamenti kushtetues, mund të pas një rresht, po çaj për çat rreshtin në bën miliona faqe botime, që dush me studiu a prekin thelbin e kushtetues ajo. Kështu që ishte një proces që kishte qëllim, edhe mu do shëmti e madhe me marr Kushtetutën ti edhe me përdor ato shpejt për një agjendë elektorale, edhe mendoj që atë ditë, mirë që sojë në votim, po atë ditë deputet duhet me ditë një diçka. Vetë Kushtetuta Evropiane ekziston ajo quhet drejta për rezistencë. Çfarë kupton ajo? Që kur shteti, aparatura shtetërore, del haptazi kundër rendit vetë ligjor. Qytetarët kanë drejt edhe për te ligjet me bërë rezistencë. Unë mendoj që atë ditë deputet me pas tentuar me ndërtu, u dosh me marr kutijat fizikisht me jek pistolle. Nëse shkruan 2 ditë, nëse rregulloria thot 2 ditë, nëse thot që çështjet e legislaturës kalu më sun bien këtë legislaturë. Çto 2 ditë sonë, kështu që deputetët dosh me rezistuar edhe fizikisht atë ditë kundër atij ndryshimi kushtetues, s'është mandatin tonë me mbrojt. Qa besoni, zoti Gruda, që kishit ardhur ajo situatë që me rezistuar edhe fizikisht dhe për te kësaj ose mbranda kësaj, na që në fillim munduva qatë piknisje me pas. Këtu po duhet me zhbiru shumë gjatë ose me sqaru në mënyrat ma thjeshta të mundshme se kujt i takon e drejta për me mbrojt një çështje ani kauz, madje edhe Kushtetutën në rastin specifik. Ama interpretimet tona mbi pozicionet që na i marrim, tash nuk po folim shumë për emrat pacaktuar, në një anën lëvizjat vetëvendosje, në anën tjetër. Jo, ato po krijojnë një lloj mase që ka simpati për një krah ose mos simpati për krahun tjetër, edhe mandej edhe veprimet e juja nëse kishin atë një pikë mbrojtjes edhe përmes trupave të juja ose një rezistencë fizike, çu po e thonë ju, atëherë kjo kish mujt me prodhu edhe me trazu shumë ujna dhe jashtë kuvendit, që me thonë, përmes veprimit juaj. Po, ideja është kjo, unë e kuptoj që njerëzit janë lodhur me se i kanë vetë që merremi me interpretimin e Kushtetutës. Po, edhe e kuptoj që është monotone për njerëzit, edhe kuptoj që njerëzit thonë kur merr fund kjo punë, edhe kanë njerëz marrin vesh.
Po këtu kemi të bëjmë me një palë që luan vazhdimisht me qëllim me i bë obstruksion kushtetutës. Edhe kur bën një palë vazhdimisht, nëse pala që dënë me mbrojt kushtetutë që jemi na, nuk ka e vëmendshme, atër loja e pushtetit është me të luë një moment dhopa lepe dhe nëse shkelet regulloria s'kolite. Se mu më theshin kolegë, jemi në Komision Legislacion, s'kolite dhe që pishkelim afatet se s'kanë rëndësi afatet. Është sikur në futbol, ekziston, se son një madhuru si madhe i futbolit, ekziston një për shembull Atletico Madrid në Spanjë, luan ashtë për futbol që so vite. Dhe standardi për me marrë kartonin e kuq është shumë i lartë e Atletico Madridi. Dhe më thonë, ma i lartë se të ekipet tjera. A varet për referit, apo... Po, varet, po, referi bjen ndikim të lojës. Të Atletico Madridi bën faulla çdo 5 minuta. Faul, edhe referi jep karton, jep dikur standardi me cilin jep referi se i duket dhe ati monotonimi ndërprej lojën çdo herë. Dhe më thonë, standardi me cilin merret kartonit e Atletico Madridi, e kundërta me Barcelona që luan pak futboll më të pastër, është shumë më i lartë dhe referi ndikohet. Qëllimi i partive populiste si vetëndosja është që kë, me kriju shpresën që ai referi, që gjykata kushtetuese ose na të tjerë, që flasim me u lodh me thënë të kalon edhe kjo shkelje. Po mendoj që ky është momenti kur na nuk duhet me bë kompromis. Kompromisi. A keni zoti Kruta edhe përshtypjen që tash nëse referi është, si më thon, qytetarët. Se unë besoj që janë qytetarë, se ata edhe përmes votës së tyre vendosin kush ka të drejtë ose jo gjithherë kuptohet. Tash në çtë logjik që po thoni ju, a besoni që qytetarët ja u japin, si më thon, kartonin e kuq juve për veprime jo shumë të ashpra, ndërsa i kanë dhënë karton të verdh ose hiç si kanë dhënë karton lëvizjes vetëvendosje për veprimet e saj kur kanë qenë edhe më të ashpra. Edhe si më thon, a justifikon çdo herë qëllimi edhe mjetin cilin ti e përdor për me bloku një proces. Bindjen e lëvizjes vetëvendosje atëherë ka qenë që unë kam një qëllim të mirë, prandaj mjetet nuk kanë rëndësi çka do të përdori unë për me mri atë qëllim. Unë e kuptoj këto dhe këtë partitë populiste si vetëvendosje, se vetëvendosje është parti populiste, në këtë botën tentojnë me bo shpjegime thjeshtume që mrin letë të gveshje i njerëzve edhe nuk lodhen për procedurat për këto. Edhe jenë në avantazh këtë pikë. Për shembull vitin e kaluar kanë pru buxhetin pa procedurë, kanë thonë dëna me rrit rrogat. Pse jeni ju kundër rritjes rrogave? Tash, nëse hyn ti në vallën e populistëve, atëherë ti mund të thonë, jam kundër me rrit, po me rrit 70%. E mos me falimentu shtetin. Na u kapshim te procedura që është shumë e rëndësishme. Njerëzit e zakonshëm mund me thonë, jo, më intereson më rrit rrogën, letish na lot me këto kushtetutën e këtu. Edhe mund me thonë ato njerëzit. Po nëse na krejt si shoqëni, pranojmë me hyn çat valle, unë jam i bindur që na shumë shpejt e shkatërrojmë këtë vend. A duhet me i bo na si elitë politike, po edhe intelektuale. Kemi përborç që njerëzit që smerren direkt me politikë me i bind që do veprime janë jo popullore, po janë të rëndësishme me meru kurrizin e shtetit. Tash me populistat është që ky problem. Këta nuk merren me këto. Këta s'respektojnë standard, kushtetutë, ligj. Këta flasin direkt me publikun që ka intereson njerëzve. Këtu pajtona që ky është disavantazhi jon. Ky është disavantazhi jon se na luajm fair. Populistat luajnë jo fair. Po unë mendoj që kur nëse rezistojmë gjatë dhe që ky momenti, unë jam i bindur që në zgjedhjet e reja Albin Kurti kena më rrezu për i pushtetit, nëse që kjo rezistencë bëhet me seriozitetin e duhur, bëhet me durim, që na kemi rezistuar vitin e kaluar. Çdo gjë që kemi thonë na ka dhënë drejt gjykata kushtetuese. Çdo gjë. Për 9 muaj 5 vendime, 5-tat kanë thonë çka kemi thonë na. Të 5-tat janë të konfirmuar edhe në opinionet e Komisionit Venecias. Prapë ta kanë fituar 51%. Nuk jam i dekuraj unë për atë punë. Nuk jam i dekuraj unë. Unë e di që kemi qenë me juve në studio. Na keni godit, keni thonë i niro për tokë, më kujtohet, kemi qenë me Ilirin, me juve. Me drejt se me rezultat kemi ra. Unë kam qenë i bindur që na e krijojmë një moment të ri, një shteg të ri. Shtegu. Shtegu i ri është kjo që po shkojmë në zgjedhjet e reja. Nuk i kemi dorë zgjedhjet sepse janë lodh njerëzit, por tendenca me marr krejt pushtetin Kosovës do të lejohet. Edhe një fjalë të fundit po them për këtë pjesë. Mendjet autoritare, pushtetet me mentalitet autoritar, shëshkyjoni, kompromisin, dialogun i shohin si dobësi. Është e nevojshme me bë dialog shoqëni, përmes vetë presidentit këtë rast. Ne mendojmë që janë vlerë. Këta i shohin si dobësi. Sa herë dialogon Kurti duket i mendon që po dobësohet. E na duhet me hije këto. Unë nuk me dëshiren tem, unë Albin Kurtin edhe të tjerë si kisha taku kurrë. Si kisha taku në kafe, as në rrugë, as kërkun. Si kisha taku. Kom jetën tem.
Nuk është e thonë me më pëlqy mitësia me ta. Po na e ndajmë njëjtën sallë ku do të me punu bashkë. Ndajmë njëjtat sallat komisione ku punojmë bashkë. Jemi detyruar me punuar me tjetër. Mund të bëhemi miq, mund të mos bëhemi miq. Po me punu bashkë jemi detyruar. Që ky rol na e lyp me fol me njëri tjetrin dhe me gjetë zgjidhje. Po, profesor, unë para se me kalu te çështja tjetër, e kam edhe një pyetje që ka të bëjë me, të më thonë, qatë manovrën politike që e thatë edhe ju, elektorale që u bë për amandamentimin e kushtetutës. Ajo loja asaj natë, me që u dëshmu që ishte lojë politike, ishte një manovër në bindjen ta mes presidentës Osmani dhe lëvizjes vetëvendosje. Pra, presidentja Osmani e gjendu në një pozitë që u pa qartë që nuk do të ketë propozim të emnit saj në kuvend, u mundu me kriju një momentum për mes të cilit, u mundu kemi në thonë që unë deshta me ja dhonë popullit të drejtën për mes gjithë presidentin, po të tjerët nuk deshtën, ama lëvizja vetëvendosje ishë shumë e shpejt edhe në procedurat që ju veç i përmenët, nisjen e procedurave edhe pse dështun ato. Të më thunë, a ishë një lloj përpjekje për manovra, si me thonë, elektorale. Korën si t'i pranë diçka me thonë. Albin Kurti edhe Vjosa Osmani nuk ju prish me zvete kur BE-ja ka vendosur sanksione ndaj Kosovës. Që ka nejt për 4 vjetë. Që tash po dojnë me jek edhe na thëshin da pshej heken. Pse që kanë me nuk ta me nejt të njetën sanksione ta? Po di sot domin e ka bu Kosovës milione euro falni. Nuk ju prish kur vënë Kosova në sanksione. Nuk ju prish kur ka pos acarim të raporte me Shtetet Bashkuara të Amerikës, marrë vrejtje serioze. Pezullimi i dialogu strategjik. Nuk kur pezullu dialogu strategjik. Nuk ju prish kur ka ardhur në Kosovë drafti më i keq i asociacionit komuna me shumicë serbe që krijon autonominë. Nuk ju prish pse nuk ju rrit pagat. Nuk ju prish se u shtrejtuar rry më shumë. Nuk ju prish. A di kur ju prish? Kur ka ardhur punat e pozicionet. Njëri Kurti ka dash krejt pushtetin, edhe tjetra ka dash me vazhduar një mandat. Pra, qytetarët e Kosovës du të me bon një pyetje, në qitë përplasje t'i pranë, midis Vjosa Osmanit edhe Albin Kurtit, a ka na çështje të interesit qytetarën këtu? Asnjë. Këtu është puna, njëri dënë pushtet absolut, tjetra dënë me majtë funksionin. Pra ndaj kemi nevojë dhe unë e thash edhe sot kishim një konferencë për media. Shiko, sot jemi gati në fillim pranverës, so pak ditë so kanë betë. Është moti i mirë. Një kryeministër që ka marrë 51% vota, ish dash me kam sot të e përëru një rrugë, ditë me djelë, një shkollë, një projekt tjetër, një kopsht. Qa bën kryeministri unë? E ka vënu kravatën, e ka shtrëngu pak si shumë, se edhe të shika, po borgjes të shpo, veshët mirë, blinë, të ishat strejta, për para rike me gjamper me kropza në opozit. Rrin edhe kur thohet, në përkthinat parlamentit, me i bo obstruksion kushtetutës me zjedh ato president, me zjedh këto, edhe se zdel prej asoj, zdel. Ndërkohë që qytetarët të këshur që ati si spektator, a nas një prej këtyre temave, nuk jenë qytetarët. As jena të folë për rrogat, as për rrymen, as për rrugën. Jena të folë qësh më bo një president, qësh më bo tjetëri. Dhe këtë kjo, mendoj që do të reflektohet, atë në zjedhe të reja që këna me pasë. Po, deputet shumë në këtu e kam një mos pajtim, si me thonë, nështë edhe për qasjen e juj, se unë pajtona... Jam ish deputet, se u shpërndaku për. Nuk jam i sigurt, vime dhe te jo pikë. Në qasjen e juj, për ato që ju, se më thonë, flisnim bi interesat e qytetarëve. Tash, disa organizime kundër shtretimit të rrymës, disa aktivitete tjera imi mundu bashkë dhe shoqëni civile mi organizu. Se më thonë, është në shpërputhje delegimi i votës ose delegimi i vullnetit të qytetarë tek një formacion politik ose brenda sferës tonë politike, opcionet që i kanë qytetarët, ata po shkojnë me 51% duke besu që kjo platformë, do të thonë lëvizja vetëvendosje kryesisht, është zgjidhja për problemet e tyre reale, ditore, rrugët, energjia elektrike, arsimi, shëndetësia. Tash këtu ka shumë interpretime, vim besoj edhe atje që ky lloj antagonizmi shoqëror nuk t'jep shumë hapësirë me fol për tema konkrete dhe reale që prekin përditshmërinë e qytetarëve. Ama kjo s'mundet pafundësisht me zgjat një lloj antagonie, amullie mbi temat e mëdha kur përditshmëria na prek për ditë. Pra, me thjeshtu,
Të mund është me më josh mu me ide të mëdha të nacionalizmit dhe të veriut për ditë. Ama çdo muaj unë e paguaj rrymën, çdo muaj shporta e konsumit më rëndohet e tjera. Ama këto nuk mundën pafundësisht me u rëndu bara jonë sociale, ekonomike, edhe na mos me këshur drejt një zgjidhje përmes platformës. Do të thonë, u bën 5 ose 6 vjet që unë besoj. Politika merret me vetveten. Po do të thonë, kjo nuk ka një farë shpjegimi, po besoj mbrim edhe aty. Tash se po më duket që po na ecë koha shumë shpejt. Çështja tjetër që deshta me diskutu lidhet edhe me shpërndarjen e kuvendit, po lidhet fillimisht me unë po e citoj prof, mandej edhe përmes montazhës e kështu e shohim ç'është më e përshtatshme për publikun me pa që edhe ata me qenë të bindun që e kena citu drejt. Po nalna të neni 82 mandej edhe të 86 dy të famshmit e kësaj situate, për kuvendin në mënyrën se si shpërndahet kuvendi, edhe paragrafi, dhe më thonë një paragrafi i parë nuk jemi të ajo situatë, kur nuk është formu qeveria, sepse është formu, nuk po hupim kohë, nuk jemi të situata kur kuvendi e ka shpërnda vetën përmes 2 të tretave, as të paragrafi 2, jemi se nuk jemi në fakt, nështë ju besoj mundi me nësë qarua, jemi të paragrafi 3, unë po mundona me sqaru për aq sa muj, pse vetëvendosja për aq sa kam dëgju unë, po thirret tek paragrafi i 3 i nenit të parë, në fakt neni 82, apo që shumë këtu e shohim edhe përmes shfaqjes në ekran. Ky nën paragraf thot që nëse brenda afatit prej 60 ditësh, nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes nuk zgjedhet presidenti i Republikës së Kosovës, kuvendi shpërndahet. Lëvizja vetëvendosje është duke u thirrë, besoj më korrigjoni, është duke u thirrë tek ky paragraf apo nën paragraf, me bindjen tëm shkurt, që mos me marr shumë kohë. Me bindjen tëm që atë natë 5 marsit, a ishte 5 marsi, pra ka fillu me u aktivizu ky paragrafi këtij neni. Ka fillu procedura 60 ditore dhe mrena 60 ditësh, nëse nuk zgjedhet presidenti apo presidentja, shpërndahet kuvendi. Dhe brenda këtij 60 ditëshi, na e kemi një 30 ditësh që është përfundimi i mandatit të Vjosa Osmani Sadriut dhe fillimi i mandatit si ushtruese e detyrës së Albulena Haxhiut. Pra, Albulena Haxhiu në bindjen tëm dhe sipas asaj që po interpreton lëvizja vetëvendosje do të jetë në detyrën si ushtruese e rolit të presidentës për 30 ditë. Nuk e di çka ka menduar të 30 ditë nëse vim aty, ama pyetja është a ka fillu procedura atë ditë dhe a është aktivizu ky nen i 60 ditëshit në nenin, domethënë 82 paragrafit parë në paragrafit 3, se këto mundën edhe konfuze me u bo. Mendoj që sqarimi i lehtë, më lejo ti marr pak minuta më shumë që të pjesë, se mendoj që ka më debati thelbësor. Ti sqarojmë në herë natyrën e dy neneve. Parimi i parë që na i mësojmë studentëve është që kur i shet dy afate në një tekst kushtetues ligjor, nëse i lexon dy afate, si në këtë rast 30 dhe 60, duhet me kuptu që janë për qëllime të ndryshme. Nuk janë për qëllimin e njëjtë. Nëse janë dy afate, janë për qëllime të ndryshme. E pora. Dhe një afat am lejon veç ta citoj edhe këto që po e thoni ju për afatin tjetër. Do të thonë 86-i nini, do të thonë paragrafi 2 apo për 30 ditëshin, zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Mandati i presidentit aktual përfundon me 4 apo 5? Me 4 prill. Me 5 u ka afati i fundit se ky muaj ka 30 ditë. 5 mars ishte afati i fundit i 30 ditësh me që afati i përfundon. Do të thonë këto janë dy afate. Këto dy afate. E tash po kthehem me sqaru. Nëse janë dy afate ti bran, si të lexosh një tekst ligjor, na mësojmë studentët, dush me ditë si të dy afate, menjëherë dush me menu që këto janë për dy gjëra të ndryshme, parimi i parë, dhe njëra tjetrën s'mund e konsumojnë. Tash, pse është 30 ditë dhe pse është 60 ditë? 30 ditë është para se mi përfundu mandati i presidentit aktual, pothuajse në krejt kushtetutat e ka një qëllim me funksionu
me siguru vazhdimsinë institucionale. Institucionit, po. Ti e zgjedh një muj kohë, ai tjetri më bogati me liru zyren, ky me hyn zyre. 30 ditë kohë. Po tash kushtetuta do të cakton afatin prokura afati i fundit muzell. E kur ja nis? Cili afati? Kur ja nis? Është më së largu 60 ditë para fillimit 30-shit. Pra ti s'mund të nis një vit përpara se po thot 60 ditë nga fillimi i procedurës. Po. Pra ti, nëse ke pos 5 mars, mas herti, ke mujt me janis me 5 janar. A ka një situatë kur mundesh me janis edhe më herët? Jo, a di pse s'mundesh? Se nëse ja kshe nis në shtator, Po. zon, ty po të thot, apo thot në 60 ditë nga fillimi i procedurës. Do më thënë, ju po thoni që fillimi i procedurës është më herët se 5 marsin? Mundesh me janis. Apo mund të ishte 5 marsin? Jo, ke mujt edhe më herët, po jo me kalu 60 ditëshin. Kjo e para, e dyta që është, po mene, është themelore me kuptu në këtë çështje, është që një afat 60 ditor nuk mundet me subsimu afatin tjetër 30 ditor, nuk mundet me hynë qaton. Sa tëre, kjo afat e hub kuptimin. Ashtë si mbi vendosje? Nuk mund mbi vendosje, se s'mundesh me mbi vendos një afati tjetër. E treta, shkelja e kushtetutës ndodh me veprim, me mos veprim. Abstenimi prej kompetenca kushtetuese është po ashtu shkelja e kushtetutës. E katërta, humbja e afatit është humbje e drejtës. Kuvendi ka pas një drejtë me zgjedh president. Nuk e ka zgjedh. Ka humb drejtën dhe shpërndahet. Tash, e fundit që po do me thonë dhe mendoj që është argumenti kryesor, se po ta nevojë me thonë çdo sqarimin për me ardhur te e fundit. Këtu çështja është libran shumë e thjeshtë. Neni 82 i kushtetutës po thotë, nëse në rundin e tretë presidenti nuk zgjedhet, vendi shkon zgjedhje. Vetëvendosja po thotë apëshe që nuk kena shku te rundi i tretë për që ata nuk shkojmë zgjedhje. A më po thotë që ka nis procedura? Ka nis procedura, po. Këta po thënë ka nis procedura ka nis, po si na shku te paragrafi i fundit i nenit 82 që thotë nëse dështon votimi i tretë. Pra, këtu kemi të bëjmë, që kjo ka rëndësi, me interpretimin që i thënë ana tekstual. E tash unë pe sfidoj krejt juristëve ves. Masi po dën interpretim tekstual, këta po thënë ka nis procedura zbatohet afati 60 ditor, se atje bëhet nga nisja e procedurës. Çka nëse procedura s'nis hiç? Cili afat zbatohet? 60-shi? Jo, se aty po shkruan, po thotë nga nisja e procedurës. Çka nëse si nis hiç? A mund na moj kuvend blloku? Jo. Pra, norma interpretohet jo vetëm teksti, qëllimi i tekstit. Qëllimi se ashtu për tekstin që unë bëj obstruksionin tjetër, ja as 60 ditë që zlen. Se mund na mos nis procedurën hiç, kuvendi tjetër për shkak mund të nis procedurën hiç, s'do na më nis hiç. S'do na mbledh. S'ka nis procedurë. Cili afat aplikohet? Po kështu ti mund të bëj obstruksion çdo lloj norme dhe kjo e humb kuptimin edhe për mbyllim si dali. Norma juridike interpretohet me një qëllim. Çfarë është qëllimi? Procedura supozohet që niset. Nëse shkojmë me bë obstruksion, secilës fjali, unë këja konsideroj veten mjeshtër me ja gjithë çdo obstruksionet. Po unë e di si njëri që kom studiu për drejt kushtetuese, këja do vite, e konsideroj e di që normat juridike çështu nuk interpretohen. Nuk interpretohen në linjë me qëllimin, cili është qëllimi. Nëse për shembull në marrëdhënie civile private, nëse ti ke një drejt me i fitu 1 miliard euro nga një padi, po i ki 30 ditë në paraqit padin, e paraqit ditën e 31, ti drejt ki në kuptim moral sa dush, me ligj i ke humb parët. Për 2 orë me vonesë me paraqit, i ke humb rastin. Edhe tek veprat penale, afatet janë thelbësore, njerëzit mund me kry krimin me plagos dikon. Nëse parashkruhet vepra, krimi vazhdon mbetet, po ndjekje penale nuk mund të ketë. Prej kur u relativizuar rëndësia e afatit? Kjo është e tmerrshme. Atëra cili është që pyetja thelbësore? Atëra cili është funksioni i afatit 30 ditor? Atëra po më shumë çdo herë me shmong, më mirë me fshi krejt prej kushtetutës, pra. Po kështu nuk na çon kërkun kjo. Dhe mendoj që është qëllim për interpretim furo politik, për nevoja politike, për me zvarit procesin, meqense procesi për mbyllim me këtë fjali i zgjedhjes presidentit u koni dizajnum prej vetëvendosjes javë të fundit me dështu. E ky dizajn e ka prodhuar që të citohet. Po këtu ka qëllime domethënë politike që mandej mbi vendosën mbi këtë normat, veç edhe pak me çututje ndoshta profesor. Ju po thoni, me sa po kuptoj unë, që
Neni 82 në atë paragrafin që thëtë procedura mund të nisë mërna 60 dite dhe aja fati që është Mësë largu, 30, po, Po, jo për 60 ditë. Për 60 ditë ki. Pra në 80 Mund të zgjat 60 ditë. Mund të zgjat, po, më falë. Mund të zgjat 60 ditë. Ju po thoni që ky nen ish aktivizu nëse na kishim nisë ma herët. Po, në janar, për shembull. Në janar. Edhe kishim konsumu 60 ditëshin, nuk ishte dhe presidenta ish përbëku vendin. Edhe vlen për një SOTO tjetër Dibran. Ish përnda. Që po morëm së të vëzikisht. Nëse presidenti jep dorëheqje sot, aplikohet afati 60 ditë, jo 30. Di pse? Se 30 që po thot nga përfundimi i mandatit presidentit aktual. Presidenti aktual e ka kryer mandatin sot. S'mund i posti 30 ditë përpara, ose kështu? Ose vdes presidenti. Ose shkarkohet. Nuk mund na përdor 30-shin, se 30 na thot 30 ditë nga përfundimi i mandatit. Ai ka kryer mandatin, s'ka 30. Edhe hyn në fund 60-shi. Pra 60-shi është i menuar për çdo stota. Nëse ti jep presidentit dorëheqje, ty të vjen kohë pak më shumë me gjetë presidentin e ri. A në situatën tjetër ti kisa të dush kohë, dhe të vishte 30-shi. Kjo është logjika e normale, s'ka. Do të thonë nuk mundet që ky 60-shi me ju mbi vendos tash afati 30 ditor. 30 ditë që është i obligueshëm në kuptimin që na kemi mri tashmë te përfundimi i mandatit. Edhe e kena presidentin në detyrë. Po, e shohim që duhet më ardhë tjetri. Nëse presidenti lëshon detyrën, vdes, jep dorëheqje, shkarkohet, s'u ne aplikojmë ato. S'u na më thon 30 ditë nga zgjedhja, ku 30 ditë ai ka dhënë dorëheqje sot? 30 ditë nga përfundimi i mandatit. S'u na më thon sepse ai ka dhënë dorëheqje sot na hyn fuqi mandati, edhe 30 ditë janë pak për me zgjedh president, mësane. Pak janë me zgjedh president. A në rastin tjetër ti ke pas ku sa dush, prej shtatorit më janë ka dalë marr vesh. Përçatar çaj 60 ditëshi. Edhe një herë po them, kur janë dy afate në një normë kushtetuese ose çfarë do teksti ligjor, janë për qëllime të ndryshme. Dhe ky mendoj që është sidomos shumë e qartë. Për më tepër që zoti Kurti kishte thonë vet. Që nëse se zgjedh rreziku real është që të shkohet në zgjedhje, po nëse se zgjedhën te me 4. Po, ai është edhe në Veç gazetarit kish ditë më apo pyetjen si shkohet. Po, a shkohet zgjedhje nëse suni konsumojnë 3 rundet, garantoj që Kurti kishte thonë. Po Kurti e ka një problem, se thot qashtë shumë pavërteta që mendoj që i bojnë dëm shëndetit mendor ti se të ndihmojnë me krejt ato, problem. Kur fol kështu pa bazu, o problemi mojt me krejt ato. Nëse hyn Kurti për shembull jamor deklarata 3 viteve të fundit, të garantoj çdo intervistë merre studio fjalë për fjalë. Është kontradiktore. Se flet sot për sot, çka i vjen sot. Jo, se më thonë, mërë narrativet që mundohet me kriju lëvizja vendosje dhe për efekte elektorale, na e dim si i krijojnë edhe situatat, po tek pjesa politike kishë marrë edhe pak ma vonë, po na nisëm edhe diskutimin, unë më nesha me nda, po këto janë shumë të ndërlidhta në 82 dhe 86. Po, ato do bashkë mu interpretojnë. Po, mrana situatës tonë. Janë komplementare, jo nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Dhe tash ky lloj konsumimi i afatit dhe dështimi i zgjedhjes së presidentit brenda 30 dite, siç ishte ky neni 86 e përcakton, e prodhoi një situatë tjetër që ish dekreti i presidentës për me shpërndaku vendin. Dekreti për me shpërndaku vendin ka gëgja shumë interpretime, dhe më thonë madje edhe ma shumë se ato interpretimet paraprake që i folim. Disa njohë si më duk që e pash edhe profesori Enver Hasani tha që është dekreti është antikushtetues, dhe më thonë na nëse him në ato kompetencat e dekretit për shpërndarje të kuvendit sipas një 82 tash nëse pe moj me në sakt, ishin 3 raste nëse nuk gaboj, dhe më thonë, kur nuk formohet qeveria, kur kuvendi është shpërndan vetën dhe kur shtiret ky 60 ditë që e përmendëm. Ama na nuk kemi të asnjona prej aty në situatave. Po, veç a jep të drejt presidentës, dhe më thonë a jep kompetencë presidentës 86, me që edhe interpretimet tjera ishin që ky 30 ditëshi në kushtetut si afat për zgjedhjen e presidentit para se mi përfundu pra mandati, nuk ka pasojë, nuk parashihet çfarë pasojë prodhon për deputetët që nuk e nisin procedurën, nuk e ushtrojnë këtë drejtë e tjera. Do të thonë, a është dekreti antikushtetues për faktin që nuk është
nuk është në përputhje me atë nenin 82 Për që mu, Dibran, dekreti është plotësisht kushtetues, edhe zgjedhjet do të më shpall shpejt, mund nxjerrë edhe dekreti për zgjedhje. Është kushtetues. Kuvendi ka konsumu drejtën me zgjedhje presidentin. Se ka zgjedhur në afatin e duhur, humbja e afatit thash është humbja e drejtës. Për mu kjo është e qartë. Dekreti është kushtetues. Zonja Osmani, nëse s'kish vepruar, e kish kel kushtetutën. Kushtetuta shkelet, si thash, edhe me mosveprim, me abstenim nga zbatimi i detyrimeve kushtetuese që rrjedhin për organet e shtetit. Presidentja është garantuese e funksionimit kushtetues të institucioneve, thot kushtetuta. Dhe në këtë rast kushtetuta në 82 e autorizon presidentin që kur kuvendi nuk e zgjedh presidentin në afatin e përcaktuar, me shpërndo atë dhe me shpall zgjedhjet e reja. Presidentja nuk ka ushtruar kompetencë origjinere, si me thonë, nuk e ka ushtruar një autoritet ekzekutiv si se ushtrohet në republikat presidenciale, por e ka ushtruar një pushtet formal që e jep kushtetuta. Cili jo formal? Që situatën faktike ka kriju kuvendi, edhe çfarë situatë faktike presidentja veç e formalizon dhe e që zgjedh. S'ka ushtruar diskrecion vetin. Ka ushtruar një kompetencë që derivon prej kushtetutës. Po a është presidentja instanca e fundit që vlerëson që kjo kompetencë është, si më thonë, valide në këtë situatë, se presidentja ka konsideru që ajo ka të drejtën me shpërnda kuvendin dhe ka konsideru që janë shtjera afatet e janë konsumu, si më thonë, afatet e parapara në nenet e kushtetutës, po kjo prov keni, do më thonë, edhe imazhi që neve nisim me na u kriju për shkak të manovrave komplet politike që ndodhen, politike në kuptimin elektoral të fjalës, ishën atë ditë kur nisëm me amandamentimin, na ishim të e pa një lloj, ose ishim të e një lloj jehone të kësaj që po ndodh, po jo në përmasën që po ndodh, një lloj taktizimi ose një seri e taktizimeve si me konë më analue së shahu. Do më thonë, presidentja dërgon amandamentet, vetëvendosja e përgjigjet me shpejtësi, nis procedura për 60 ditëshin që u përmend, sipas lëvizjet vetëvendosje për konsumimin e 60 ditëshit, presidentja, pra krejt veprimet që pasun në atë, se di sa ishtë në nështë 12 orë, edhe dekreti, të përfshi edhe dekreti në mëngjes. Të më thonë, presidentja shpalli dekretin, lëvizja vetëvendosje e çojnë në gjykatë kushtetuese. Do të thonë një seri e veprimeve taktizuese që ishin mëna një loje të parashikume me disa skenare, po secila palë ishte tu e lu skenarin e vet. Dhe në situatën që jemi, presidentja ju ka ftu për me ju konsultu për datën e zgjedhjeve, mirë po lënda është në gjykatë kushtetuese, është në shqyrtim, apo çfarë është, si më thonë, epilogu që merret prej asaj? A ka mundësi gjykata me vendosni në mas të përkohshme? Teorikisht ka mundësi me pezullu dekretin për një javë ose dy, por nuk do duhet me pezullu se s'ka çështje. Se janë dy kushte thelbësore për vendosje të masës. Një që bëhen damet pariparueshme, dhe dy që lënda në thelb, që kanë thënë latë prima facie ndukje të parë, ka materje për rastin. Kjo ndukje të parë s'ka materje për rastin. Pse nuk ka? I pari s'ka materje sepse kanë kërku për shembull që më detyru deputet me nejnë salë me në detyru neve gjykata, a kjo s'mund me ndodhë kur. Kushtetutat e veneve komuniste në këtë nejnet që në qytë mandati imperative i deputetve, i detyrueshëm. Në vene demokratike pa përjashtim, pas një përjashtim, e ki mandati i lirë. Deputeti nuk i nështrot as një mandati detyrues. Pra nuk mëna edhe është një argument shtetë, pse kushtetuta i lip 80 vota. Pse kushtetuta i liron 40 deputet, mos me kanë kuvend. Mos me ka 40 deputet, procedura në rregull. Po s'mund të ketë standard ndryshëm për... Po, edhe të ajo vim shumë shpejt unë e pata për, si me thonë, taktizimet, se edhe aty duhemi me citua atë akt gjykimin e vitit 2019. S'pe konsumojmë ato tash, po edhe për rastin e dekretit, gjykata unë jam i bindur që nuk duhet me vendos mos, as nuk do të gjej shkele. Vendi duhet me shku në zgjedhje. Tash, me që hynëm edhe me gjas ishe pashmangshme, unë për pak munduna me gjetë edhe besoj në formë të qartë mandej edhe e trajtojmë. Ama unë muj me citu, veç që arsyetimi i lëvizjes vetëvendosje mbi atë faktin e kryer në perspektivën e tyne që
ka fillu procedura e 60 ditëshit, ish edhe ky aktgjykimi i famshëm tashmë që na u soll në tavolinë i vitit 2011, ku interpretimi mbi atë nenin që tash e gjejmë shpejt për prezencën e deputetëve në sallë, ish që deputetët duhet të jenë apo janë të obliguar të qëndrojnë në sallë. Më thonë në çfarë tash mbi një lloj gjykimi edhe politik, edhe shoqëror, edhe çfarëdo lloj parametri që ti ja vendos një masë të tillë, duket absurde që një instancë, qoftë edhe ajo edhe gjykata kushtetuese, me ndërhy në vullnetin ose në pamundësimin e një deputeti për me pas revolt mbrana parlamentit, e revolta mundet më u shpreh edhe me dalje nga salla. Më thonë, unë veç që të krahasim po të me bo për me i dhënë të dy palëve të drejtë, sepse parimi kur vlen për të secilën palë, jo pse dikush ka më shumë të drejtë ose ja. Pra kur lëvizja vetë vendosje nuk ka qëndru në sallë për zgjedhjen në procesin e zgjedhjes së presidentit Hashim Thaçi në atë kohë, ka pas të drejtë, sepse ka shpreh revolt politike dhe qëndrim politik për mos me qëndru në sallë ndaj një emri. Veç gaz ka pas drejt me shtin salla me Po, do më thonë, qëndrimi politik shprehet edhe rezistenca me format që i kemi pa, edhe me revoltën që ti e shpreh për me dalë, mos me nejt mrana sallës së kuvendit. Pra, nuk ka mundësi një instancë, edhe qoftë thash gjykata kushtetuese, me thonë me detyru ty, me të lidh aty me pranga, me thonë rri mrana sallës se po zhvillohet procedura për zgjedhjen e presidentit. Prandaj, mbi këtë parim, edhe opozita nuk, do të thonë ka plotësisht të drejtë mos me nejt në sallë kur zgjedhet ose nis procedura për me u zgjedh Glauko Njufca president. Absolutisht, sepse është çfarë që nisëm me shpjegu, parimi i mandatit lirë. Kushtetuta pra thotë, deputeti nuk i nënshtrohet asnjë mandati detyrues. Nuk ka kushtetutë evropiane që thotë që deputeti është i detyruar me nejt në sallë. Aktgjykimi 2011 s'pe kthehej. Aktgjykimi e përdor fjalën deputetët duhet të ndihen të obliguar. Edhe është një vlerësim moralizues më shumë, po është i drejtë për gjykatës, kur ajo thonë në sensin që nëse je deputet, ti ki funksionin më të rëndësishëm, seancat më të rëndësishme janë kur zgjedhet qeveria dhe kur zgjedhet presidenti, ti duhet marrë seancat më të rëndësishme. Kjo frymë e aktgjykimit. Nëse je deputet, ti ja vjen çdo seanca ja kur. Po nëse ti ki qëndrim politik, që po don me pengu një shumicë parlamentare me zgjedhjen e president, ti del prej sallës dhe është veprim politik. Për më tepër deputeti gëzon imunitet edhe për çdo veprim, edhe vendim që merr brenda kuvendit, dhe imuniteti parlamentar mbron ato prej pasojave. Unë kur nuk rri në sallë, bëj veprim politik. Mu më ndodh, për shembull, shkoj në kuvend Kosovës, unë ndaj ditën që kam shkuar në seancë. Shkoj edhe çuna shkoj në zyrë rri, nuk rri në sallë, sepse është qendrim politik, du me pa mundësu një vot. Ata citoj, prof, ma ne e vazhdojmë diskutimin, për aq sa kemi, si më thonë, material. Edhe e shfaqim ndërkohë që me pa e kemi citu drejt. Dhe më thonë, paragrafi 83 nëse nuk jem gabim, thot në këto rrethana, pra në rrethanat që ka para pa edhe manat, të gjithë 120 deputetët e kuvendit duhet të ndjehen të obliguar sipas kushtetutës, ligjit për deputetët rregullore së punës së kuvendit, kodit të sjelljes, të marrin pjesë në seancat plenare të kuvendit dhe të përkrajnë procedurat që parashihen aty. Por mbi të gjitha, një obligim vis-a-vis për njerëzit e Kosovës që i zgjodhen ata. Pra këto thotë që ju keni një detyrim edhe ndaj qytetarëve që ju kanë votu. Po, nëse lexojmë fjalën me kujdes, të duhet të ndjehen të obliguar. Ti mendon që qytetarët s'kan ditë me thonë jeni të detyruar me nejt? Se duhet të ndjehen të obliguar, është fjali jo juridike, ti po vren është në rrafshin e ndjesisë që e vlerësimit subjektiv. Për me nejt në sallë. Vlerësimit subjektiv. Me dashur gjykata me thonë, që s'mund ta thotë kurrë, e kishte thonë më qartë, më drejt për drejt. Ju s'ka pas nevojë për kaq shumë fjalë. E thotë, deputetët janë detyruar me nejt në sallë. Po tani duhet më na kallëzon neve çka nëse nuk rrim tani çfarë situatë. Pesë hipotetikisht. Çka, më na marr mandatin? Çka? Më na marr rrogën a çka? S'mundesh atë më i bë. Prandaj ka thonë duhet ndjen në detyruar me përdor fjali të tilla me përshkru, qëllimi ka qenë me përshkru rolin e deputetit. Pra nëse ti vjen në një seancë, ti vjen seancat e rëndësishme të kuvendit. Por në këtë rast, gjykata edhe unë që shtu jemi, vendimi do dalë shpejt,
Nuk do ta thot as kësira, do ta thot as një herë, as një gjykat në botë vende demokratike që ti je detyruar me najt në një mbledhje të caktuar. Si e detyruar të vetë? Nuk mundesh. Se që pëzom, na mundem më shku në absurdin e kësaj na. Srim na, po na merr mandatin, okay, kur të vinë as deputet tjerë në Ukrainë. As ata srim. Na aty ne ja merr mandatin. Kur të harxhohet lista, çka bojmë? Shkojmë zgjedhje. Se s'ka më deputet. Kështu që s'mundna me, do të thonë se hym në interpretime të këtij lloji, që s'kan logjik juridike, kanë vetëm logjik politike, se kjo në fakt është shkencë. Për këto bëhen studimet. Do të thonë, nëse nuk e kena logjikën juridike interpretimit, që nuk kupton që norma nuk lexohet veç çu është e shkruar, po përfaqëson një histori civilizuese, se krejt nene që i kemi na, njerëzimi ka bërë lufta për ato. Janë bërë revolucione, në perëndim, për më prodhues të norma. Një nga revolucionet që u bë, për shembull, është kjo e mandatit lirë, e mandatit kufizum. Mas revolucionit francez, nëse më lejo dy fjali. Para revolucionit francez, u kon fuqi koncepti që u quajt që ka pas kuptimin që pushteti ka origjinë hynore, kanë thënë mbreti është i lidhur me Zotin dhe i dërguar i Zotit me na çeverit neve këtu. Mas revolucionit francez, origjina e pushtetit nuk u ka më hynore, ko toksore, ka thonë mbreti ka ja kanë prej kokën mbreti. Kanë thonë pushteti, mbreti kanë thonë ka si na krejt. Mos i këti si na, ti s'ki me koj përjeshëm, ki me ka më mandat, mos i këti si na, se na kanë amenu që Zotit ty. Edhe kanë thonë pushteti, mbreti të mu kornizun kushtetut. Kushtetuta ekziston për një arsye, me kornizu pushtetin dhe është instrument kundër mazhoritar. Që sa do e modho shumica, në kushtetut prapë. I nështrosh. Edhe amandamentimi që thash, që është i rëndësishëm se pe ktheja temë. Çdo kushtetutë evropiane, i ka ato që quhen që tham normat e përjetshme, të pandryshueshme. S'ka shumicë, nëse i bëjmë na 2/3 e dy feshta. Na s'mujmë me ndru karakterin demokratik të kushtetutës së Kosovës. S'mujmë paksu drejtat dhe lidhjet e njeriut. S'ka me vot nuk bën ato gjëra. Pra janë kufi që s'mund kalohen. Nëse se kuptojmë çështo kushtetutën, na kthejmë në një instrument që përdoret për ditë pa kontekst. Edhe po e them edhe një herë në diçka që më thon kuvend. Për shembull mbrom. Kush ka përfaqësuar lëvizjen vetëvendosur në debat të shtatë, isha dhënë. Për me interpretu, ministri i financave. A mendoni që një ministër i financave si më ardhën këtu sot, nëse ka debat këtu për buxhet, të garantoj që nuk vi. Unë çështje që i diskutoj për buxhetin, çështje që i di. Për buxhet e thirrim kolegin tim Arben Mustafa. Se s'mund me mutall me publikun, që serioziteti i procesit është tregues moral i qëllimeve. Okay. Profesor, për fund se jemi gati në fund të këtij epizodit parë, edhe ndoshta më duhet me disa nënpyetje kështu më të ndërprej pas here, se me siguri edhe ata që na shohin e dëgjojnë, dojnë me pa, me thonë me amën të edhe vetë emisionit, ka shkon ky shteg. Të më thonë në çfarë drejtimi, edhe a e ka një rezultat, edhe besoj unë për qytetarët e këtij vendi, rezultati është një kërkesë minimale, që me ofru stabilitet dhe jo kriza. Në kuptimin ose në një lexim politik të situatës, edhe pse normat na gjejnë pak shtegun, me siguri kanë me na orientu në një shteg ose në një tjetër. Në leximin politik të situatës, dekreti i presidentes ka ndodhur, data e zgjedhjeve do caktohet. Potencialisht ne interpretim ose një masë e përkohshme që mund të vijë pe gjykatës kushtetuese ose jo. Nëse gjykata thotë që në të dyja rastet, pra hipotetike, nëse thotë që dekreti është antikushtetues, duhet pritet 60 ditësh në rastin që jep lëvizjes vetëvendosje të drejtë, ose në rastin që nuk i jep lëvizjes vetëvendosje të drejtë dhe shkohet në zgjedhje. Nëse parashihet një situatë obstruksioneve tjera mbrana këtyne afateve që duhet me mbrije dhe për zgjedhje, për shembull ju e pam që nuk mori pjesë në takimet konsultative, çka nëse nuk merr pjesë edhe në zgjedhje, më thonë një herë me kalu te skenarët e gjykatës kushtetuese, dekreti, zgjedhjet e kështu me radhë. Çfarë diskutojmë hipotetikisht? Unë mendoj që nuk do të ketë as mos përkohshme as dorëzim. Dekretet dhe zgjedhjet maksimalisht do të mohen me 19 prill. 19 prill. S'mund shtyhen për te 45 ditë. Në rastin tjetër, sipas interpretimit vetëvendosjes, zgjedhjet mund të mohen në mes të qershorit, se nëse është interpretimi 60 ditë, 5 mars duhet sa 5 prill, 5 maj? Më fal. 5 mars, 5 maj. Po do të thonë veç me 2 muaj puna po. 60 ditë. Nëse 5 maj janë 60 ditë, prej atu mundemi për 45 ditë me organizu zgjedhjet, që do të thotë prap do dalim ka fundi i qershorit. Pra, edhe në variantin e vetëvendosjes zgjedhjet nuk shkojnë për të qershorit.
E tash më përgjigj pyetjen e ju, cilë në dy variantet pra zgjedhje do të ketë vendi. Se edhe sipas interpretimit të vendosjes, këtu çështja është tash kur. Vendosja mendon që 60, na mendojmë që 30, unë e dhash argumentin pse 30. Pra zgjedhje do të ketë. Dy variantet. Zoti Gruta, do të thonë zgjedhjet do të ketë, por në variantin e lëvizjes së vendosjes përmenda unë fillim. A keni ju një lexim të situatës çka ndodh për 30 ditë kur Albulena Xhiu është në zyrën e presidentes? Po e them këto, domethënë ne s'kemi dashur me shku zgjedhje, se kemi thirr zgjedhjet se kemi thonë që njerëzit janë lodhur të votojnë. Po kur fituesi abstenon prej ushtrimit kompetencat veta, s'ka zgjidhje tjetër pos më kthy te votuesit. Zënia Albulena Xhiu mundet me marr mandat në këtë variant që po thoni ju. Unë nuk mendoj që do ndodh, po më që po më pyet me për një skenar hipotetik, ajo në zyrën e presidentit nuk ka më bëu kurrë tjetër me respektu kushtetutën. Ajo mund të ndodh, që mund të vjen pozitë që ajo do të më shpall sedet, kështu që nuk mendoj që munda më fol për skenar kur këta dalin komplet jashtë rendit kushtetutës, është një situatë e re që do më fol kur të vjen momenti. Okej, kjo është edhe më e mirë si përmbyllje që prapë po e kthej tek ato libra që i citum fillim, që tek libri i pari ose i dytë tash me siguri por me qenë i sakt kjo drejtësisë mbi drejtësinë të shteti i Platonit, thuhet që në një formë, në një lloj përmbledhje, thuhet që drejtësia nuk është thjesht interesi i atij që e ka pushtetin, po drejtësia është një rand që i man bashkum qytetarët edhe vetë qytetin, do të thonë një lloj harmonie që krijohet edhe përmes normativa, po ato s'mujnë me qenë jashtë nesh. Tash në çet situatë unë po shpresoj që ato që e përmendet edhe ju, nuk e di kana vjen ky lloj rrethimi i gardit edhe kush tenton me dal përtej saj. Unë besoj që shtegu normativ për aq sa na njohim demokracitë e avancume është një lloj shtegu edhe randi që na ka garantuar dhe funksionimin e këtyre demokracive. Edhe po shpresoj që kemi me gjetë rrugën për te krizës, kështu që kjo ishte ndoshta si. Unë mendoj, nëse mundem dy fjalë në fund, ndoshta më fol pak për optimizmin se. Unë mendoj që kjo është një kohë forcë me gjetë shtegun. Me dalë për kësaj situate. E vërteta është që këta kanë pushtet madh dhe mujnë me na majt në një kohë. Unë kam thonë atë vitin e kaluar edhe nuk mund e majnë pafundësisht dhe jem prap i bindur. Do me bajnë, na vonojnë. E vonojnë shoqërinë, e vonojnë zhvillimin, thash s'po flitet për zhvillim, po. Mendoj që shoqëria ka me gjetë një shteg dhe na shpejt kemi me pas një qeveri që ja nis me punu. Kjo është një qeveri që flet, edhe flet vetëm për pozicionet. Kush bëhet ministër, kush president, kush kryeministër. E mendoj që shoqënia kosovare ka ndërtu forcë dhe kjo forcë kur po flas nuk kupton vetëm forcën e opozitës, po e mediave si ju, e njerëzve të pavarur, e intelektualëve, e bizneseve, çdo gjë tjetër që përbojnë një shoqëni, sepse Kosova nuk është veç e vetëvendosur. Tash me fal nëse mund me zgjodha një fjali, me fol veç edhe për një dimension statistikor ndoshta. Sa njerëz e kanë votuar vetëvendosur në zgjedhjet e fundit? Mbi 300.000 apo? Sa? Jo, mbi 400.000. Mbi 400.000. 500.000 po thënë. Sa banor jetojnë në Kosovë? 2 milion gati. Një pikë gjashtus me cenzus, po ata nuk kanë të drejtë vote krejt. Një pikë gjashtus. Edhe një 300.000 diasporës, 2 milion jena, që kemi drejtë me votu. Pra, në 2 milion njerëz, vetëm pak më shumë se 400.000 njerëz mendojnë që o mirë me na qeverisë vendosja. Kjo është në rregull në demokracitë çdo relative. Po kjo tregon që ti s'mush mu sjell si 100%. Ti je gjithmonë fitues relativ në një demokraci. Pse? Se një pjesë e merr opozita, një pjesë nuk del me votu. Kur nuk mundesh me thonë që ti je pushtet. Këta sillen sikur krejt qytetarët e Kosovës ja kanë dhënë votën atyne. Neve na i kanë dhënë 43 deputet, atyne 57. Si ofër jemi, nuk jemi larg. Edhe një pjesë s'del me votu, prandaj ti dush mu sjell me përgjegjësi dhe pas parasysh këtë që pushtet absolut nuk ka, edhe dush me respektu kushtetutën, me punu, me gjetë një shteg për me ju shërby njerëzve se në fundit votohesh për me shërby. Unë thash këtu nuk flitet kur gjë për projektet, flitet për pozicionet. Ishte kënaqësi. Shumë faleminderit zoti Gruda, profesor. Ky është shtegu i parë që lëm në interpretime goxha juridike dhe normative, po edhe në aspekte tjera shoqërore.
Shpresoj që herave tjera në situata më stabile të kemi mysafir. Me fol ma shumë për optimizëm edhe mendoj kur tjetë PDK janë pushtet, na kemi mund me fol shumë për projekte, që kemi fol kur kemi. Okej, desha. Faleminderit. Shikus të dashën, deri në qeljen e shtigjeve tjera, miru pafshim.